Si çun nga Elbasani që jam, me që po afron dhe dita e verës, hajde përgatisim bashkë ballokumet tradicionale të Elbasanit. Unë jam rritur me këto ballokume dhe është një recetë që e bëj çdo vit në shtëpinë time. Në këtë video do shikoni se si bën këto ballokumet kaq të shkrifta, kaq të buta dhe shumë të mira. Do doja shumë që ditën e verës ta kaloja në Shqipëri, në Elbasan, në qytetin tim, mirë po nuk kisha mundësi, kështu që ballokumet do t'i bëj vetë. Përpara se të vazhdoj me videon, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi të kemi shkrirë 250 gram gjalp, do të shtojmë 3 gota me sheqer. Tani kjo që do them është shumë e rëndësishme, mos përdorni mikser, ju lutem, bëjeni me lugë druri, siç i bëjnë gratë në Elbasan. Sheqerin bashkë me gjalpin do t'i përziejmë me lugën e drurit me dorë për 30 minuta. Do ta përziejmë mirë derisa të duket kështu. Pastaj do të shtojmë një kokërvez. Këtë brumi tani do ta përziejmë sërish me lugën e drurit për 5 minuta të tjera. Kjo është fiks ashtu siç duhet të duket. Pas 5 minuta përzierje do shtojmë vezën e dytë dhe tani do e përsërisim sërish të njëjtin proces, do ta përziejmë për 5 minuta të tjera kështu. Tani do ju tregoj një sekret se çfarë i hedhin gratë e Elbasanit ballokumeve që dalin aq të shkrifta dhe aq të mira, i hedhin finj, por unë nuk kam ku ta gjej këtu, kështu që në vend të saj do hedhim një gjysmë filxhani kafe me qumësht. Tani do ta përziejmë shpejt që ta lidhim qumshin me brumin. Në qoftë se keni arritur deri te ky hapi, atëherë do të thotë që i keni bërë ballokumet shumë mirë. Ajo çfarë na ka ngelur është thjesht hedhim mielin e misrit pak nga pak dhe e përziejmë kështu derisa të arrijmë këtë trashësinë e brumit kështu. Brumi duhet të jetë aq i trashë sa mund të formohet lehtësisht me dorë, pra edhe mund t'u ngjisi pak te duart, është okay, por jo të jetë shumë i qullet ose shumë i fortë. Mos u merakosni t'i jepni formën ballokumeve që në tepsi, sa ato në furrë do shkrinë dhe e marrin formën vet. Do t'i pjekim ballokumet në një furrë që e kemi ndezur paraprakisht në 180 gradë për 30 minuta. Pasi t'i kemi nxjerrë ballokumet nga furra, është shumë e rëndësishme që t'i lëmë të ftohen plotësisht, ndryshe ato do thormohen sepse janë shumë të buta. Pas 10-20 minutash ballokumet janë gati. Unë për veten time them se i kam bërë shumë të mira, uroj ta kem bërë qytetin tim Elbasanin krenar me këto ballokume. Ballokumet jo vetëm që dolën shumë të bukura, po ishin shumë të shkrifta dhe shumë të shijshme. Ju uroj gjithëve gëzuar ditën e verës. Faleminderit.